Banorët e qytetit të Durrësit kanë dalë sërish në protestë para mbledhjes së Këshillit Bashkiak të qytetit kundër projektit TIT. Një nisur me qeverisë shqiptare që synon ta kthejë zonën arkeologjike të Durrësit në një park të madh urban. Projekti parashikon shëmbje, restaurime dhe riorganizime rrugësh, por qytetarët kanë protestuar, duke shprehur shqetësim për faktin se banesat e tyre do të prishen. Ata kërkojnë transparencë në zbatimin e projektit dhe përgjegjësi institucionale, si dhe garantimin e të drejtës së pronës. Protestuesit deklaruan se procesi po zhvillohet pa konsultim të plot me komunitetin dhe pa informacion të qartë për zgjidhjet konkrete që prekin familjet. Në shenjë solidariteti me banorët e Durrësit, erdhën edhe përfaqësues nga protestuesit e rrjollit. Këshilli Bashkiak së pari t'japi llogari për faktin e thjeshtë që është bërë 2 herë kërkesë për krijimin e komisionit hetimor dhe në mënyrë të çuditshme në minutën e fundit tërhiqet 1 ose 2 antar. Ne do t'i bëjmë kërkesë antarëve direkt të Këshillit Bashkiak përse nuk e bëjnë të mundur krijimin e komisionit hetimor, kur ne tashmë çështjet tona qoftë edhe për faktin e thjeshtë që nëse ata nuk janë të përfshirë në problemet e projektit, duhet patjetër të na japin mundësinë të shprehim të gjithë paragjithësitë që ka projekti. Mbështetjen e banorëve të rrjollit dhe i falenderojmë që kanë ardhur nga larg edhe mbështesin kauzën tonë, por ne tashmë po bashkojmë forcat në anën ligjore dhe teknike, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe së shpejti ne do të bëjmë një takim akoma dhe më të madh, do ta bëjmë këtu në Durrës për t'i treguar, nëse Këshilli Bashkiak nuk ka vesh për të dëgjuar, do ta bëjmë pikërisht në atë takimin e përbashkët të gjithë banorëve që i preken pronat dhe Durrësi në këtë rast do bëhet iniciuesi i kësaj iniciative. Përshëndetje, quhem Armando Rufa, jam banor i lagjes Kala, kam marrë posaçërisht nga Belgjika me pas një takim me Këshillin Bashkiak të qytetit Durrës, kam aplikuar 5 ditë, 4 ditë përpara, më kanë dhënë atë përgjigjen dhe sot vi ke paraqiten para policia më thotë që nuk e di, nuk kemi lidhje, nuk do hyni, domethënë në fund fare përgjigjja ishte nuk do hyjmë. Tani nuk e di, domethënë kur vi me dhunë, pse vini me dhunë, sjellin policinë. Kur vjen paqe, nuk lën me hyj. Domethënë unë nuk e di, domethënë tani kjo punë do ngeli, do zgjidhet nëpër gjykatat e Brukselit. Tani problemi është që ne mos shkojmë kështu siç jemi, shkojmë t'i vëmë çadrat aty përpara Komisionit Evropian edhe ta zgjidhim në mënyrë ndërkombëtare, se këtu mrena nuk ka zgjidhje më vëlla. Ky është i shtet hajdutash, shtet kriminalësh, domethënë që kapen duke vjedhë dhe asionin se merr përgjegjësinë, i shkelin të gjitha, nuk e di se si duhet veprojmë neve tani. Përfaqësuesit nga protesta e rrjollit thanë: sot jena këtu në mbështetje të popullit të Durrësit, të cilëve po bëhet një padrejti për sa i përket pronave. Ne kena ardhur nga fshati Paksa Rrjoll i Velipojt Shkodrës, nuk kena ardhur se jena trima për të dalë zot këtyne me trimëri, por kena ardhur që t'u tregojmë durrësakëve dhe gjithë shqiptarëve të Shqipërisë që ne jemi bashkë për pronat, që s'do të lejojmë asnjë njeri dhe asnjë person, qoftë politik apo individ, që t'na marrin dhe t'na zaptojnë pronat tona. Ne këtu jena pak sot, por thirrja, unë do të bëj thirrje gjithë popullit shqiptar që na dëgjon, na shikon, ju lutemi, bashkohemi bashkë pa na asnjë lloj force politike përveç interesit përbashkët që është prona. Prona është gjëja më e shëjtë në njerëzimin e popullit, qoftë botnor, qoftë shqiptar, kudo, sepse prona është ajo që jep zhvillim dhe prona është ajo që e mban familjen të lidhur dhe të bashkuar. Unë jam Luciana, jam banore e rrjollit. Ne kemi ardhur sot në mbështetje të bashkëqytetarëve tonë nga Durrësi, duke qenë se na ra të bashkohemi nga halli. Nuk jemi vetëm ne dhe Durrësi, siç e keni parë dhe para parlamentit, jemi shumë komunitete nga Shqipëria që po përballemi me këtë shtet, që vetëm shteti shqiptarëve nuk është, që po mundohet na marrin çdo centimetër tokë, që po mundohet na marrin çdo centimetër jetë në këtë vend, se nëse na marrin pronën, na marrin shtëpitë, na marrin tokën, fshatarëve ju marrin kullotat e përbashkëta, çfarë ju ngelet për të jetuar në Shqipëri? Ndaj, besoj që kemi filluar një rrugë shumë të mirë gjithë bashku, për të bërë gjithë bashku si një front për pronën, për të mbrojtur të drejtën tonë themelore, të drejtën themelore të shtetit që është prona. Protestuesit kërkojnë pezullimin e menjëhershëm të vendimeve aktuale për projektin TIT, hapjen e diskutimeve me komunitetin dhe ngritjen e një komisioni hetimor për procesin.